Nëse më arrestojnë, gjuani në drejtimin tim, gjuani në veturën në të cilën jam edhe unë, qoje në ajë edhe në rast se duhet edhe mua të më vletni. Vetëm mos i lejoni të më qojnë të gjallë. Por nga ky raport konkludojmë se i Panderi Maham veç ka pritur që do të arrestohet për veprimet inkriminuese të cilat i ka marrë në sulmin që ka ndodhur me 6/12/2022. Shikojeni se si grumbullohen persona për të kryer sulmin terrorist, me qëllim që të mos mundësohet funksionalizimi i strukturave shtetërore në pjesën e veriut, respektivisht organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Autoambulanca është ardhur në bazë të një thirrje fiktive me qëllim që të sjellë materiale shpërthyese. Kanë përshkruar gjendjen faktike në teren, se si ka ndodhur sulmi, shpërthimi i granatave të dorës, mjeteve shpërthyese, vendi ku ka ndodhur, si dhe lokacionin dhe lokalin në zyret e KKZ-s në Mitrovicën e Veriut, duke specifikuar datën me 6/12/2022 në ora 14:50, në rrugën Kolashinska të Mitrovicës së Veriut. Pastaj kemi raportin mbi këshirjen e vendit të ngjarjes me fotoalbum me numër të rastit 295 i datës 11/12/2022 i bërë nga Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale e Mitrovicës, Njësia Forenzikës, ku në detaje janë përshkruar të gjeturat dhe fotografit me dëshmi të përshkruara nga dëshmia 1 deri në dëshminë 8, të cilat janë proceduar për ekzaminim nga ona e ekspertëve të Agjencisë Kosovare të Forenzikës. Pastaj vazhdojmë me raportin njoftues Policisë Kosovës, Departamenti kundër terrorizmit, me numër të rastit 2296 i datës 19/2022 për pandehurin Dejan Pantić, i cili shihet me fotografi identifikuese, po ashtu edhe nga vendi i ngjarjes, për shihje e tij në veprimet inkriminuese për veprën penale për cilën akuzohet. Pastaj raporti i datës 27/12/2022 me numër 321, prap me inkriminimet e pandehurit Dejan Pantić, ku në kodër të këtij raporti janë edhe provat konkrete si janë CD-ja me video incisive nga kamerat e sigurisë nga Prokuria Themelore e Mitrovicës, nga i cili qartazi shifet i pandehurit Dejan Pantić i veshur me një xhaketë CMD ngjyrën mbyllur që i përkiste mbrojtjes civile dhe atë rrethorës 13-14-34 duke ecur në drejtim të zyreve të KKZ-s, ku është edhe kryer sulmi, disa çaste para se të ndodhë sulmi, ku në atë çaste kalon edhe një autoambulancë me sinjal alarmues, kur ka në ngjyrë të bardhë. Veç pas duhet potencuar raporti njoftues i Policisë Kosovës me numër 004. Tash, vetëm sa të përfundoj, do të jem shkurtimisht tek slajdet. Ky është një ndër raportet që përmbajnë prova konkrete komunikimet mes pandehurit Dejan Pantić dhe Miomir Vakić, me të cilët bisedojnë dhe fotografojnë vendin e ngjarjes ku shkruajnë sulmi dhe planifikimet për sulmet e ardhshme. Një ndër komunikimet në të cilat i pandehurit Dejan Pantić me pandehurin Dejan Vakić është se bisedojnë për
pjesën ku gjendet zyret e KKZ-s dhe aty nga të pandehuri komunikohet se aty thuhet që aty shkunden ndardha, ndërsa i pandehuri faktikisht thotë se duhet të hedhur disa molla aty, që konkludohet në vendin ku ndodhet sulmi. Pastaj Vakiqi i thoshte Dejan Panticit se duhet përsëri gjuajtur mjetët shpërthyese në atë vend. Kjo pra vërteton në mënyrë direkte inkriminimin edhe të pandehurit Vakiq në veprën penale për të cilën akuzohet, nga se e njofton pandehurin Dejan duke i thënë se derisa ne të konsolidohemi do të ketë lëvizje të policisë. Po ashtu pas analizimit fotografive të cilat gjenden në këtë raport, qarta si vrihet i pandehurit Dejan Pantić me datën 6/12 në kohën e incidentit, duke ndërmarrë veprime koordinuese dhe inkriminuese në drejtim të zyreve të KKZ-s, të cilat pas disa momente do t'i paraqesën në videoincizim, si dhe prova tjera materiale në lidhje me inkriminimin e pandehurit Dejan Pantić, me të cilin vërtetohet se ka qenë pjesë e strukturave të mbrojtjes civile, strukturave të sigurisë së Serbisë, për të cilin kemi nxjerrur prova konkrete që ka pranuar edhe POK nga sistemi i Serbisë, e që si rezultat i këtyre sulmeve, edhe i sulmeve tjera, qeveria e Kosovës në qershorin e vitit 2023 organizatën mbrojtja civile dhe Selena Brigada i ka shpallur si organizata terroriste. Sa i përket inkriminimeve të pandehurit Aleksandr Vlajić, kjo dokumentohet me raportin njoftues, videoincizimet, CD-ja, e sidomos nga komunikimet të cilat janë bashkangjitur këtij raporti, me të cilat i pandehuri Vlajić komunikon në mënyrë të qartë para se të ndodhë sulmi, duke ju thënë bashkë të pandehurve të tjerë, respektivisht personave të cilët koordinohet, se do të veprojmë ashtu siç na thonë nga lart. Është një ditë para ndodhjes së sulmit dhe tash do ta shohim edhe në kohën e prezantimit komunikimet e pandehurit Dejan Pantić, të cilat janë në kohën të këtyre raporteve. Për të pandehurin Milun Milenković, situata është qarta dhe qartë se kanë ndërmarrë veprime të drejtë për drejta në kryen e veprës penale, janë të elaboruara në raportin e policisë me numër 81/2023 të datës 6/4/2023, ku shifet qartazi veprimet e tij organizative dhe sulmuese me një grup të personave të panjohur, dhe duke marrë edhe mjete shpërthyese nga autoambulanca, e cila shifet në videoincizimet e tanishme që do t'i prezentohet, e për të cilën raport njoftues kemi edhe si provë shtesë gjatë shërtimit kryesor se autoambulancat janë përdorur për hyrjen e këtyre veprave penale, kontrabandim, bllokim rrugëve, bartje të eksplozive dhe mjete shpërthyese me hyrjen e veprave të ngjashme penale në pjesën e veriut të Mitrovicës. Është me rëndësi potencohet edhe raporti i policisë i Departamentit kundër terrorizmit me numër 022 datës 14/06, ku në kodër të raporti janë edhe fotografitë e qartura, me të cilat Milun Milenković gjatë arrestimit i njëjti reziston me dhunë dhe me atë rast lëndon edhe disa pjesëtar policisë së Kosovës, po edhe lëndohet vetë nga veprimet e tij. Se i pandehuri Milun Milenković, pra domethënë ka ndërmarrë veprime në vazhdimsi inkriminuese, vërtetohet edhe nga ekzaminimi i një USB e Kingston, i gjetur në posedim të tij, e cila është përshkruar në mënyrë të detajuar nga raporti i policisë i datës 14/06/2023, me të cilën i pandehuri me një numër të konsiderueshëm personave të tjerë në fotografi të ndryshme dhe video shifre duke përdorur armë dhe duke gjuajtur me to në ajër. Këto janë bashkangjitur edhe në kuadër të një prove, respektivisht një CD-je e cila gjendet në shkresat e lagës. Pastaj kemi raportin e policisë së Kosovës me numër 237 i datës 22/9/2023,
ku është bërë një analizë pajisës elektronike të pandehurit Marian Radojević në një rast tjetër penal, ku janë gjetur shkrime dhe postime të qarta nga veprimet e të pandehurit Milun Milenković, i cili shkruan një përmbrojtje inkriminuese në lidhje me veprën penale për të cilën akuzohet, duke thënë, citoj: "Nëse më arrestojnë, gjuani në drejtimin tim, gjuani në veturën në të cilën jam edhe unë, çoje në ajë edhe në rast se duhet edhe mua të më vletni. Vetëm mos i lejoni të më çojnë të gjallë." Pra nga ky raport konkludojmë se i pandehurit Mohan veç ka pritur që do të arrestohet për veprimet inkriminuese të cilat i ka marrë në sulmin që ka ndodhur me 6/12/2022. Në qoftë se me lejen e gjyqtarit do të mundohem shkurtimisht t'i prezantoj përmes fotografive dhe videoincizive të cilat edhe ju e nderuar gjyqtar, po edhe pandehurit dhe mbrojtja e tyre janë pajisur me këto prova materiale paraprakisht. Ne përpiqemi të organizojmë të tërë sulmin së bashku me kjo është një video dhe sa po i shohet alarmi për grumbullën. Kjo video incizim është edhe tek ju, edhe tek Pola Mbrojtëse dhe besoj që kanë qenë të njoftuar. Çka është në rëndësi? Shikojeni se si grumbullohen persona për të kryer sulmin terrorist, me qëllim që të mos mundësohet funksionalizimi i strukturave shtetërore në pjesën e veriut, respektivisht organizimin e zgjedhjeve lokale në ato vende. Pra, i pandehurit Milun Milenković shihet në telefon e pashtu edhe i pandehurit Dejan Pantić në vazhdimsi ofron udhëzimet përmes telefonit të tij dhe drejtohet tek zyret e SPTZ-s për koordinimin sa më të mirë të sulmit, i cili do të ndërmirej 5 minuta pasi që ambulanca vije këtu. Kjo është e frikshme të nderuar. Kjo qëllimi është të krijojë panik te qytetarët edhe tek institucionet e shtetit me qëllim që të mos ndërhyren veprime institucionale. E që në këtë kohë janë elementet e një sulmi terrorist. Pra nderuar trup gjykues, nderuar pranë këtu shihet autoambulanca e cila vije. Është thirrje fiktive e cila është vërtetuar nga deklaratat e dëshmitarëve pozicit të autoambulanca është ardhur në bazë të një thirrje fiktive me qëllim që të sjell materiale shpërthyese dhe nga deklaratat që janë dhënë këtu nga dëshmitarët rregullor thuhet që autoambulanca është kthyer për shkak se nuk ka pas të venduara pasë. Mirpo është interesant se në këtë incizim autoambulanca edhe për faktin që njoftohet nga të pranishmit, derit kryetor, atëherë pra videoja që u prezantua, faktikisht zëri nuk po bën për shkaqe teknike, po këtë video incizim e kanë edhe Pola Mbrojtëse, kështu që mundem ta ndëgjojnë, po çka deshta me fotografiu këtu është që autoambulanca ka qenë thirrje fiktive, është vërtetuar nga deklaratat e dëshmitarëve e Rrozicit teknikus dhe sidomos e doktoreshës, e cila ka qenë gazetë dhe ka thonë që është thirrje fiktive dhe na kanë sugjeruar që të kthehemi se nuk ka ndonjë të munduar. Po çka është e rëndësi e që dokumentohet edhe në bazë të raportit të policisë në lidhje me veprimtaritë e autoambulancave në ndërmarrjen e tyre inkriminuese është se autoambulanca edhe për faktin që udhëzohet të kthehet se nuk ka ndokush që është i lënduar, autoambulanca përsëri pasi e kalon rrugën lëshohet e lëshon
sirenën me qëllim që të mëshitet nga veprimet e tyre inkriminuese. Të pretend, të paraqitet që gjëja se ka ndonjë rast urgjent. Edhe pse është vërtetuar se nuk ka pasur, po kjo e vërteton raportin e policisë. I pandehuri Dejan Pantić veç duke qartazi në fotografinë, duke ndërmarrë veprime inkriminuese, duke organizuar me lidhje me sulmin. Ati në mund të priqesh. Kjo është fotografia që e dokumenton qartë veprimin e të pandehurit Milon Milenković para zyrës së KKZ-s, duke e udhëhequr edhe kryer sulmin terrorist ndaj zyrës së KKZ-s, me të vetmin qëllim që të mos marrën zgjedhjet demokratike në atë pjesë të vendit. Shihet qartazi nga veshja, nga pamja fizike, nga pjesa që e ka në pjesën e përparme, mu në rastin kur ndodh sulmi terrorist. Këto janë provat faktike me fotografi në të cilat konstatuohet se është kryer sulmi terrorist dhe dëmi që është shkaktuar. Nderuar kryetar, nderuar trupi gjykues, në podër të provave materiale është edhe një publikim i marrë nga telefoni i pandehurit Lajç, nëse më lejohet në mënyrë taksative, thuhet, e citoj në gjuhën srpske, najveća srpska akcija do sad. Që do kupton sulmi më srp deri më tani. Dhe përshkruhet shkonat në faktit Po, ashtë. Edhe përshkruhet zyrja e KKZ-s se si është evoluar, si është shkatruar, me vetëm qëllim që të mos të funksionalizohet zyrja e KKZ-s për të organizuar zgjedhje demokratike dhe për të vendosur qytetarët se kur do të jetë udhëheqësi atyre institucioneve. Kemi edhe komunikimet shumëta, në ndërto është edhe në lidhje me zelen e jakne, jaknat gjaketa që i kanë mbajtur mbrojtja civile, e që e potencova edhe një herë si rezultat i këtyre veprimeve, i kësaj frike ndaj qytetarëve. Shihet fotografia ku janë friksuar numër i madh i qytetarëve në ato banesa nga sulmet terroriste. Qeveria pra e Kosovës në sheshor viti 2023 mbrojtjen civile dhe brigadat e veriut, me të cilat edhe i pandehuri Milon Milenković, nga provat që cilë Gjino në shqizet e nëndës, ka thonë që më mbrojtje civile nuk dit, po unë do t'jem zavendës drejtor i brigadave të veriut, respektivisht Selena brigada. Pra këtu janë nderuar gjyqtar, pamjet në të cilat është tentuar të friksohen edhe institucionet e Kosovës, por edhe popullata në atë pjesë të veriut, me vetëm qëllim që të mos themelohen institucionet në bazë të zgjedhjeve demokratike. Pra këtu janë pak a shumë provat të cilat i kanë shkëlqitur nga një numër i madh i provave të tjera, të cilat gjenden në shkresat e landës, e me të cilat pa më dyshje vërtetuhet përtej dyshimit bazuar se pandehurit kanë marrë veprime të inkriminuese, siç janë përshkruar edhe në dispozitivin e arsatisë. Kjo është e tëra gjyqtar, edhe konsideroj që këto prova, ta potencoj edhe njerë, janë marrë në mënyrë të lehtëshme dhe duke respektuar të gjitha procedurat e parapara ligjore me kodin të procedurës penale. Faleminderit.